Sipas pretendimeve të dyshuarit së bashku me persona të tjerë aktualisht të pa identifikuar, në një periudhë të pacaktuar nga viti 2025 deri në fund të janarit 2026, bashkuan forcat me qëllim shitjen dhe shpërndarjen e pa autorizuar të drogave narkotike, kokainës dhe marijuanës, dy nga të dyshuarit për të cilët prokuroria serbe e krimit të organizuar po zhvillon procedura së bashku me marrëveshje paraprake me të dyshuarin e parë për këtë rast, i cili është pronar i një personi juridik nga Shkupi, si dhe me persona të tjerë të pa identifikuar, organizuan blerjen e drogës narkotike, marijuanë dhe transportimin e saj të shumëfisht nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Republikën e Serbisë me kamion për shitje të mëtejme. Më datë 14 janar 2026 në orën 3:41, automjeti motorik i Mallrave doli nga autostrada dhe u nis drejt fshatit Konjuh, ku së bashku me persona të tjerë të pa identifikuar u krye shkarkimi kutive me drogë narkotike, marijuanë në një objekt të një personi juridik nga Krushevci, të siguruara më parë nga të dyshuarit për të cilët Prokuroria Publike për krimin e organizuar të Republikës së Serbisë po zhvillon një procedurë hetimore. Prokurori publik vlerësoi se ekzistojnë rrethana që tregojnë se në këtë rast qëllimi i paraburgimit nuk mund të arrihet me asnjë mas tjetër për të siguruar praninë, prandaj propozoi gjyqtarit të procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup të nxjerrë vendim për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për dy të dyshuarit, të cilëve ju caktua paraburgim për një periudhë të shkurtër prej 48 orësh.